femrat nuk parashkojnë, nuk është një gjë e prerë, por këtu të paktën e kam mësuar që femrat nuk duhet të shkojnë në varreza, jo gjithmonë, sigurisht bashkë me do të thënë në momentin që duan të vizitojnë varret më vonë, duhet shkojnë, por duhet shkojnë të shoqëruara për arsye të ndryshme. Tani, arsyeja se pse nuk rekomandohet që femrat të shkojnë në varreza është sepse femrat janë shumë të ndjeshme emocionalisht, nuk është mirë të ketë të qara, britma e të tjerë dhe nga pikërisht nga emocionet e ndryshme që femra mund të përjetojë, mund të thotë fjalë apo të bëjë veprime që nuk janë të duhura dhe që nuk e ndihmojnë të vdekurin. Do të thënë, është thjesht më shumë edhe për vetë femrën që mos shkatërrohet akoma më shumë emocionalisht. Vetëm për këtë arsye, sepse gjendja e saj emocionale është shumë herë më e ndjeshme se sa e një mashkulli. Më shumë për këtë, por që sigurisht mund t'i vizitoj më vonë, por të paktën dhe pjesa e xhenazës e tjerë, nuk është mirë që ajo të marrë pjesë. Prandaj, më e mira rekomandohet për femrën që mos shkojë në ditën e varrimit të personit të saj dashur, për shembull, por të qëndrojë në shtëpi. Më shumë siç e thash, për pjesën emocionale, britmat e qarat e mëdhaja nuk janë të rekomandueshme, sepse pavarësisht se ndjesive që ne mund të ndjejmë, nuk i bëjnë mirë të vdekurit, domethënë. Edhe sidomos në pjesën kur shpirti është duke lënë trupin, duhet jemi sa më të fortë, sa më të qetë, pavarësisht se sigurisht emocionet janë, ne do na mungojnë njerëzit që largohen nga kjo botë, por sigurisht është deri kujtesë për ne si musliman që duhet jemi të fortë në raste të tilla, në mënyrë që mos t'i bëjmë shumë dëm personit që është duke u larguar nga kjo botë. Vdekja nuk është fundi, edhe shumë mund thonë, shumë mund të qeshin, shumë mund të përtallin e tjerë me